Përshëndetje, sot do të zgjidhim disa lojëra matematikore. Atëherë, kërkesa është: cili është probabiliteti për të fituar dhurata në secilën rotë? Shohim rrotën të ndarën në 1, 2, 3, 4, 5 pjesë. Dhuratat përbëjnë 2 pjesë. Atëherë, probabiliteti është një numër midis 0-s dhe 1-shi. Cili është probabiliteti i dhuratës në rrotën e parë? Sa dhurata kemi? Kemi 1, 2 dhurata. Prandaj në numëruesi do vendosim 2. Ndërsa për sa i përket emëruesit është se në sa pjesë është ndarë e gjithë rrota. 1, 2, 3, 4, 5. Në emëruesi do vendosim 5. Dhe probabiliteti i dhuratave në rrotën e parë është 2/5. Shohim se sa është probabiliteti i dhuratës në rrotën e dytë. Në rrotën e dytë kemi një dhuratë, prandaj në numërues do vendosim numrin 1. Ndërsa në emërues, në sa pjesë është ndarë rrota është ndarë në 1, 2, 3, 4, 5, në 6 pjesë. Pra, në emërues do vendosim numrin 6. Prandaj, probabiliteti i dhuratës në rrotën e dytë është 1/6. Shohim probabilitetin se sa është i dhuratës në rrotën e tretë. Sa dhurata kemi? Kemi 1, 2, 3, 4, 5 dhurata. Dhe në numërues do vendosim numrin 5. Ndërsa në emërues rrota është ndarë në 6 pjesë. Do vendosim në emërues numrin 6. Na shfaqen 3 rrota. Kërkesa është: cili është probabiliteti për të fituar dhurata në secilën rrotë? Në rrotën e parë kemi sa dhurata? 1, 2, 3, 4 dhurata. Pra në numërues do vendosim numrin 4. Ndërsa në emërues do vendosim se në sa pjesë është ndarë rrota. Rrota është ndarë në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pjesë. Pra në emërues do vendosim numrin 8. Dhe probabiliteti që të fitoj dhurata është 4/8. Të shohim se sa është probabiliteti në rrotën e dytë që të fitoj dhurata. Sa dhurata kemi? Nuk kemi asnjë dhuratë, prandaj do vendosim numrin 0 në numërues. Ndërsa në emërues do vendosim numrin 4, pasi rrota është ndarë në 4 pjesë të barabarta. Atëherë, probabiliteti është që të fitoj dhuratë është 0/4. Ndërsa për rrotën e tretë, sa është probabiliteti që të fitoj dhurata? Atëherë, sa dhurata kemi? 1, 2, 3, 4, 5 dhurata. Prandaj në numërues do vendosim numrin 5. Ndërsa në emërues cili numër do vendosim? Do vendosim atë numër në të cilën në sa pjesë është ndarë rrota. Rrota është ndarë në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pjesë. Atëherë, probabiliteti që të fitojë dhurata në rrotën e tretë është 5/7. Faleminderit.